Katër objekte kulti në Voskopoj dhe Vithkuq po shpëtohen nga shkatërimi fal një projekti të Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe Ministrisë së Kulturës. Bëhet fjalë për kishat e Shën Mërisë dhe Shën Mëhillit, si dhe manastiret e Shën Prodhromit dhe Shën Pjetrit, të cilat si pasojë e kohës së gjatë të ndërtimit dhe faktorëve atmosferik ishin dëmtuar dhe kërkonin ndërhyrje urgjente restauruese. Drejtoria e Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare në Korçë, Amanda Cici, tregon se krahas ndërhyrjeve në strukturë, një vëmendje veçantë do t'i kushtohet edhe restaurimit të ikonave murale, të cilat kanë pësuar dëmtime gjithashtu. Projektet të cilat përfshin jo vetëm pjesën strukturale apo ndërhyrje restauruese në çati dhe në pjesën e fasadës, strukturë dhe interierin e kishave, por gjithashtu dhe pjesën e pikturave murale në dy prej kishave, në kishën e Shën Mëhillit dhe Shën Mërisë. Kurse për sa i përket ndriçimit të jashtëm dhe të brendshëm, do të jetë në të dy kishat dhe dy manastiret. Projekti do të zgjasë 2 vite, pasi ndërhyrja për restaurimin e ikonave murale kërkon një kohë më të gjatë për mbrojtjen dhe konservimin e saj. Voskopoja dhe Vithkuqi, kulmin e lulëzimit, e kanë pasur në fillim të shekullit të 17. Të dy këto krahina të njohura gjatë kësaj periudhe kanë pasur së bashku 48 kisha dhe manastire, një pjesë e tyre janë edhe sot. Këto objekte janë arsyeja kryesore e numrit të lartë të turistëve vendas dhe të huaj që vizitojnë Voskopojën dhe Vithkuqin.